Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve ka vendosur rinumërimin e të gjitha kutive në qarkun e Fierit. Vendimi u mor pas kërkesës së 2 anëtarëve të Partisë Demokratike, Qefa e Braho, në Komisionin e Ankimimit dhe Sanksioneve. Kështu, do të rinumërohen votat e partive politike dhe të kandidatëve në qarkun e Fierit. 587 kuti do të rinumërohen për partitë dhe kandidatët preferencial. Si u konsultua, vendosi me shumicë votash të rrëzoj kërkesat si të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore në lidhje me hapjen e kutive të 3 qendrave të votimit 3020, 3134 dhe 2903. Gjithashtu dhe kërkesën e Nisma Shqipëria bëhet për hapjen e të gjithë kutive të qarkut Fier, si kërkesat të pambështetura në ligj dhe në prova. Mirë po duke shfrytzuar kërkesat e pikës 3 të nenit 136 të kodit zgjedhor, me kërkesë të 2 anëtarëve të kasit, i kërkohet administratës që të kqyri të gjitha kutitë e votimit të qarkut Fier për subjektet zgjedhor dhe kandidatët për votat brenda vendit. Të gjithë kutive të votimit. Kutive të votimit, fletëve të votimit. Për subjektet dhe kandidatët e qarkut Fier. Si në rastin e qarkut Tiranë.